Për familjarë të ku shumë e rëmë, për prindë të mi ku katastrofë. Cilën mosh veç vendoset më fut në operacion? Qiti një lloj depresionit, ma ndroj komplet jetën. Doktorët thanë që ka shku gjithçka në rregull. A dinë që ku në thonë dikush o veç e të sonte se mas si ku e s'ki me mu që shtu në edhe. A e mendoje që do të mbetesh në karroca jo? Jo. 4 mm tha e kini sharaf të aorta të zemrës. Keni fejuar ti para se të futesh në operacion apo vetëm keni qenë një lidhje të hapme? Fëmijë kur jenë të i po, për mua vërtetë se. Cila ka qenë ajo kërkesë ta dinë edhe shikuesit? Unë e di tha se ku të martonë unë e ti këtu me kësy tha të unë daqëm. Vazhdimisht shpërndon karroca që është një diçka shumë e vlerë që ka mungesë në Kosovë. Ka nevojë dikur një karrocë, im lidhe i pak aty, edhe ja bëj. Po, që unë veç sot i kom dhonë 2 me rrim. Nështë ta di që më vetë të caktumes, nuk më i me kone ofërsoj. Çdo të shtun nga ora 19, vetëm në kanalin ton zyrtar në YouTube, Rrëfim Jete me Baki Zëqirin. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi edhe në kështu në emisionin Rrëfim Jete. Edhe sonte do të jemi së bashku në këtë emision duke sjellur tek ju një rrëfim shumë të veçantë. Fillimisht deshta që ju falenderoj të gjithë juve të cilët vazhdimisht jeni pjesë të emisionit nëpërmes kanalet tonë zyrtar në YouTube Rrëfim Jete, gjithashtu në rrjetet tona sociale se Instagram, Facebook, TikTok. Andaj të gjithë ju të cilët keni ndonjë rrëfim tuaj të jetës që dëshironi që ta ndani në këtë studio, mund të na shkruani në rrjetet tona sociale. Sonte në këtë studio do ta kemi një musafir shumë të veçantë, një musafir i cili do të rrëfen shumë çka për jetën e tij. Ai gjithmonë qëndroi i fortë dhe nuk u dorëzua asnjëherë. Para shumë vite ai kreu një operacion në boshtin kurrizor dhe fatkeqësisht operacioni shkoi gjithçka keq dhe ai pas një kohe mbeti në karrocë. Pavarësisht se mbeti në karrocë, ai nuk u dorëzua dhe formoi një organizat që të ndihmon personat me nevoja të veçanta. Andaj në këtë studio do të vije Endrit Jonuzaj, i cili do të rrëfen shumë çka për jetën e tij. Qëndroni me ne. Mirëmbrëma Endrit dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Rrëfim Jete. Mirëmbrëma, mirë se gjeta mas parë. Shumë kënaqësi që të kam në këtë studio për të folur shumë gjëra, me qenë se ke kaluar shumë gjëra në jetë dhe për t'i ndarë me ne këtu dhe me shikuesit tonë. Faleminderit shumë, ma mërmendje që ke unë dhe bëtë diçka të mirë. Për njerëz të mi motivu sa më shumë. Patjetër. Rrëfimi juaj ka të bëjë me një operim që ka ndodhur para shumë vite. Një rrëfim që është transmetuar shumë edhe në televizionet, është një diçka që nga njëherë dhe në mjekësi thonë 1+1 nuk bojnë 2 asnjëherë. Është diçka që nuk ka ecë mirë. Po para se të kalojmë te operimi, na tregoni si ishte jeta juaj para se të operoheni dhe cilat ishin planet të juaja, ëndrat të juaja? Baki, spori, më në thonë që si në fillim të njerë të ashtu, kur bëhet me di diçka, po e njështë rroktimin me të kalëzu pej kur ja ku një në gjimnaz. Nështë ta, ma mirë që atë periud, jëmë kun shumë mirë një periud, edhe jëmë kun besanë zanë si mirë. Në atë periud besada i mosha flot e gjata tashe. Jëmë kun shumë i areshëm, jëmë kun sportiv. Jëmë dalë, kom lujtë në stop, me shosnjë kështu. Një ditë për ditëve, më ka ndodhur një situatë, më kujtohet tash gjimnazi në ndeçan atje të ne ato rate poshtë rrugës, e kom hup balancin edhe kujtohet e pata dëmtoni pasqyrët një veture aty që ka qenë.
Edhe prej asaj kohe, dikush më tha që diçka nuk e mirë. Unë kisha pas problem me boshtin kryesor. Mirë boll edhe ajo në atë periudhë lash isha shumë i ri. Kisha qef me bo diçka krejt tjetër, isha dondra tjera në atë kohë u pëta si çdo ri tjetër u pëta një me një qik që tash e kom edhe bashkëshorte. Ishin dondra pak më të mira, po të cilat unë shmujta me i mëri. Kam dash për shembull me kry shkollën më shpejt në atë kohë një periudhë me shok nuk mujta me mri se kur nisi mu bo ky problemi jam, diqysh më thej edhe më qiti një lloj depresionit ma ndroj komplet jetën. Po ti kishe dyshime që nuk po ecë diçka mirë me veten tuaj? Po, e vërtet ja nisa me vrejt edhe unë që diçka nuk është rregull. Nuk ke diçka në rregull, edhe ajo nisi më thy. Pastaj mund të më shku në spitale, shko atje, shko këtu, unë shumë i ri edhe në moshë më të mirën mu dash më marrë me diçka që mi këputi kretë ona, mi pa thy, mi la krejnë gjystë. Në cilën mosh veç vendoset mu fut në operacion? Unë njëherë ku pas, njëherë më konë një 10 ditë, më konë, mas pare më konë QKUK, mas QKUK më ka da më shku në Beograd. Aty urtash definitivisht me vendos me po operimin e skolios. E kom po krahacim mbi në 2009 tetor o konë vjesht, edhe e bajt manë sikur sot bake. Flok ti kom pas gata por, thasha ma herë, dej këtu i kom pas flok. Edhe kur shkova në spital, unë e burë sikur me mandë i zemra pak. U vesha në pijame, në papuqe, edhe krejt njëtë në spitali ushtarak, shumë i madhë. E bajnë manë, sikur sot e bajnë manë, e ca mirë, to natën dajta në kom të shëtit. Sikur me pas një zemra që ka marrë një ku, që mu prej si operimi kime pas jetë. A dinë që ku më thonë diko sho veç e të sonte se mas si ku s'kimi mujtë që shtu më. Edhe fatkesisht ndodhi. Shashtu ndodhi që une as që e kom prit. As familjarët, as se kom prit që vjen puna dhe këtu të nesëmen. Jo më hinë operimi ka pas me zgjat 7 orë, ka zgjat gati 14 orë. Ka zgjat operimi mas i kohë, u fjella pak. Në vitin 2013 bake, kom ujt me ecë edhe nja 4-5 më parën, kom ujt me ecë. Mas taj mo nuk kom ujt me lëviz vetë, pa ndim. Pas operimit? Pas operimis. Unë kom që mirë shtu, në të në kohë më kom mirë. Pasi që përfundoj operimi, doktorët thanë që ka shku gjithçka në rregull? Ka shku në rregull, po nuk ishin pacient sigur shumë. Se si pas tyne, prend që shumë të regojnë, qa që mundu me drejtu boshtin kryesor, kanë mujtë me bo dhe gabime, në fakt kishin pas bo gabime që une i kom po mas një kohë. Edhe unë vazhdova me boshtime me u pata martu. Pas operimit? Pas operimit e martu. Po, edhe ma fali zotin një vajzë. Edhe tani pak po shkoj si të kota të ndru se të e pa vajzën bosh ma i fort. Po operimi, unë faqë që po ndërprej, jo pasi që operuat, gjendja jote veç ishte edhe me rëndë, do më thonë, po thuaj se kem betë në karrocë? U kun shumë e vështirë, baki, u kun shumë e vështirë, po ajo edhe më e vështirë u bu mas operimit deri në
një periudhë tjetër, ku më dashtë anë njëherë me shku në vitin 2019, më dashtë me shku në njëti spital të njëti mjek. Me hek shqipa të mëhon, 2 përjetime të rona e këpasë, jo vështë një. Po kjo nuk ndikoj të bashkëshortja i juaj që jo, nuk ka ndikuar. Tërhiqet? Jo, nuk ka pengu edhe diçka që jam shumë mirë njës edhe asaj edhe gjithve që si ka pengu asnjëherë. Se tash me thonë drejten njerëzve veç pak këtë diçka edhe për ja prish shefin. Jo, fatmirësisht si ka pengu dhe më ka nimu shumë që këstote. Ke qeni fejuar të para futesh në operacion apo vetëm keni qenë një lidhje të hapne? Kemi qenë veç një lidhje të hapne. Edhe ajo nuk ka pengu kjo punë. Nuk ka pengu kjo punë. Për mu kun shumë mirë. Njëtën ku më ka dhoni një shtimi shumë fort që në këto raste, baki, kur ndodhë kësi stote, që unë e thamë tash prej përvoje, mos e përvoje zoti kanë, po kur ndodhë kësi stote është pak e shumë e vështirë. Me të vërtetë është një sakrificë shumë e madhe. Shumë. Që unë mund ta quajmë një burnesh. Unë ja di vlerën shumë pse punë edhe asaj gruaje që valloj me thotë drejtë vështirë. Nashta unë bën se isha të unë po foli vetë. Isha të se është nuk është e lehtë, është. Po deshte zoti ma fali edhe një djallën e mastaj baket të rrit fëmija të rrit. Një natë të bëhë shtejme, po më thëtë një unë, tha, a punë është për shku njërë të mjekje. Ja, o bre, tha, shko krye e punë. Shko bre, tha, dhe herë të mjekja, e më tha, do të me orë me shku me hek shqipkat, se 4 mm, tha, e kini sharaf të aorë të zemrës. Mund është ta një ndeshje me bo, veç me shtëngu tha rrypi, komplet tha ti me njëherë pësë më vdekin vend. Po hajde ajo kënë regull, po tha, është një problem, se paca kryesore baki, tash unë e pej përvojë, po të rgoj, paca kryesore është, më thë, asi fije floki, duk është ma halë. Po sharafi, o kon ashtu i vendosun, se më tha, nëse pëson aksident, e nëse ndodh rasisht, që ajo e prejk ato, mu më shpem për një pik që mu edhe paralizoh shkret, po edhe është problemi, tha që nuk mu më shpem me leviz as me dur, as me pomja të hup, mu më shpem me tha një loj problemi që as njëherë ma po është këndonë. Edhe me thonë drejten, janë isha mu të të pak, nuk e sfozit shumë. Ndret, nga të regoni ditën e operimit. Si shkoj dita e operimit, si unë ndjeve pas operimit, edhe cilat ishin reagimet edhe familjarve pasi që e dojnë nga sala e operimit? Me thonë, nuk e majnë manë, kur e minë sala majnë manë. Kur e ndalë për sala, mas që më këfjell, i di për jetim dhe bara kanë qenë të merë. Unë dikuj, kërë edhe një dikon të u kajtë, i thamë, pismirav, se shqiptari përgjësi ka të pismirav. Sa njërë që së pravu me probleme, më da më thotë drejt, besajkarë ka. I thamë, aji, unë e kom përjetu ma gjisë në luft, në trup të emin është, për familjarët e kun shumë e rëmë, për prindë të mi kun katastrofë, është era parë. E keni pritë si familje që do të ndodhë kjo? Jo. Me thot drejten, shpeshe për me edhe për kjo, se me më thonë me pas thonë dikush periudën kërë më konë që atëherë në kërë kom përfundu gjimnazin e kështu, me pas thonë dikush në drejtë komentar punë kështu, unë për të kazoj drejtë, nështë edhe kësha mytë njërë, no?
me pas thonë dikush që Endret ka me tarë punë këtë mënyrë, unë nashta dhe isha mytë ndikon. Se kom prit. Kom pas përjetime shumë traumave kjetë. Mas në e kënë më ka dash për herën e dytë me këto. Edhe ajo kënë përjetim shumë i fështirë. Që une aty asë kom prit, që më ka thonë mjeki, vetëm kjo më orë mi hek, po në kur 3 ditë deri se kom dalë për spitali Bakir, se herën e parë kom qenë më i ri, nashta, si thojmë ne kur vlën gjoki, se kom kuptu edhe fort. Herën e dytë e kom marrë vesh shumë. Shumë ka dhim të kom pas të ljoshën ndaja. Thot drejt, një periudhë shkoa thë pa vetëm, bike me shku shumë në spitale. Edhe kur janë isa me shku në spitale shumë, ishra që nuk ka karroca në spitale, nuk ka gjona adekuate, inkotencë, i këto që mu dashën vetë, po mu me i mundësësh i përshemë, jo mize, jo dikush jo baba, jo, për më lecu mu, edhe unë kam qenë pak më njofshëm komunë, shtu, në desan për... Endret, para se të kalojmë te karrocat, do të flasim edhe ma gjërë për karroca, po na intereson, kur ishte momenti që ti e kuptove që me të vërtet ki nevoj për karrocë? Fillimisht pas operimit te ke pa që nuk po ecë diçka në rregull, ashtu si që e ke mendu, po a e mendoje që do të mbetesh në karroca jo? Jo. Së kom mendu asnjëherë. Ma sa kohë e kuptove që ti dosh patjetër në karrocë? Vitin 2015, nëntor jo kon, më mundsoj një organizat në Amerikë me shku atje. Një simpozium të mjekve. Edhe shkom një shok. Edhe e kërkuan një huazim një karrocë veç sa për përkosisht. Me konë ma televizje mi shkurtu. Edhe mu s'po ka prej meni. Aty e kom kuptu që ajo me të vërtet ndohet mu. Prej ati momentin 2015, e kom kuptu që është ma letë, mi ka lecu punë shumë, po bakem unë nisëm poshtë të ljoshë me spasma, dhe më thonë, mi kap ke burger që e kondë, në atën. Se nervat që kom batëm tu, dhe në atë pikë, so për shembull pjesën e kur është të ngaj ke pulpin e kështu në atën, të nëcërë gjumin. Edhe aty e kom vrejt që më kam dëptu shumë. Une, po do më të regu që filloha mu morë me hap një fondacion, edhe më animu njerëzve. Edhe ju animova shumë, edhe jam të animu shumë, po ajo animu edhe mu. Unë vune pak ma i njofrën të njerëz. Para se të kalojmë të fondacione... Këto po du më ta spjegunë. Që më dam përmes se i punë, para se më kalju të fondacioni, po të më ta spjegu që u takova rasisht në qitin kontakt dikush me një mjek Turki, për qeliza staminale. Ato qeliza, më darë për shku me i marë, shtati ku marë dhe i stash. Edhe kjo periuda ma kesë vjetës. A beson ti si ku më duhet me marë rrugë, me shkuaj nuk e fështirë ajo, si procedurë po. Te ki vështërsi gjatë transportit? Jo, më thot drejt, Bakir, nuk është problemi të transportit, po panina, kesh bukur peljo, pëdi shpeljo bashorten, fëmin, edhe po më ndonë kjo punë shumë. Po më banë shumë shtirë se u bo shumë të e përbo. Këto e më kalimu shumë, është të vërtet që më kalimu shumë. Fatë se...
edhe bashkëshortja të kupton shumë këtë pjesë, edhe familja, edhe krejt. Kjo është sfidë. Është të vërtet po bu shumë. Mendoj që bu shumë edhe për mu Drejt nuk je vetëm, ka shumë persona cilët janë karroc. Unë e di që ke ndërgjegjën shumë të madhe për shkak se mbikëqyrja e familjes dhe ndoshta të bën munin siklet. Mos shumë ti s'kam bën munin siklet. Bakje unë e ish kur shumë mos më po kesh. Unë veç fëmijë kur janë të i po. Për mua e vështirë se. Po fëmija të kam pyet ndonjëherë? Jo. Të kam pa ndonjë foto kur ke qenë në këmbë? Kam po e vështirë unë i kuptoj atë e ndur të krejt, për mu nuk është shumë e rëndë që unë s'ka mujt më angazhu mos fëmijëve shumë, se ata veç nga fillu me urrit, s'ka mujt është takohen në ati me qenë me ta prezent e di. Edhe për mu e pesë është më e vështirë. Djali kur ka qenë më i vogël, ka pas një kërkesë diçka? Është vërtet. E që të kërkesë ka pas, po i sholda e plëtësën zoti burë se di jo. Cila ka qenë ajo kërkesë ta dinë edhe shikuesit? Kërkesa ati ka qenë ta, unë e di, tha se ku të martone unë e ti, këtë tunë me kësy, tha të unë daqë. Drejt, unë thash edhe më parë, nuk je i vetmi, ka shumë persona tillë që janë karroc. Shqyqër Zotit, ke një familje shumë të shnosh, i ki 2 fëmijë si drita, ki një bashkëshorte burnesh, e cila nuk ka hjek asnjëherë dorë, pavarësisht sfidave cilat ajo ballafaqohet çdo ditë. Ajo është një heroin edhe një non e 2 fëmijëve që besoj që kjo ka me reflektu edhe të shumë njerëzit të cilët janë në një gjendje të tillë, në një situatë të tillë, se me të vërtet është një hap shumë i guximshëm që e ka bo bashkëshortja jote dhe nga kjo studia du me falenderu përzemërsisht, edhe ti ke një familje shumë të shnosh, një rreth shumë gjane dhe ndoshta është një moment që ti po ndjesh keq edhe po ke emocione edhe kërkoj falje për shkak se është edhe emisioni rrëfimjet edhe duhet ta ndajmë të mirë edhe të keqen këtë studio. Kjo studio plot me emocione, po megjithatë pavarësisht që ka momente të tilla që ti ke qajt, po nuk je dorëzuar realisht asnjëherë. Jo, kjo unë ati pse nuk jam dorëzuar. Ka thonë mund që njerës kur i shra ato që shjetojnë, i shraset njerëzve, kjo po më panë me ma të fort, po më rep një lloj motivi ma të ma më së dërzu asherë. Se është shumë e vështirë. Unë e baki, pa du më tërgu, pa du më këthy të fondacioni nëse më lejon, më këthy të fondacioni që këma pa thuj se 6 jetë pa bogën tash. Cila ka qenë arsyeja që ti morre një vendim të tillë? Deshta me më bu një urlidhse, veç një urlidhse për njerëz. Për shembull, ka nevojë një karrocë, mi apo një karrocë. Me kërku një karrocën tim. Unë me i mas pari me ha fondacionin, nuk kom besu që kom mujt me vrej
jo një mund njerëz shumë. Fillimisht e kom marrë një zyrën të qanë, e kom pas pakun për i kryetarit komunës, ka ndodhur një rast fshat aty, edhe kemi mbledh fonde për to, edhe në ato fonde, kur i kanë mbledh ata, i nda një pjesë për fondacion. Unë me atë pjesë kom një mund një djallë, mundon të thonë një fëmi 3 vjetë, o shku, a i ka ndru jetë me njerë mas një viti, ndrem paqës kryqëzore në Turki, edhe ja kom pagu 1.700 euro për mes fondacionit, edhe 2.000 euro e kom do me kretë në atë periud, 1.700 ja kom e pati, 300 euro kom ble pak ushqimor për familje nevoj, edhe mos kom pas në njallon, kom një mu shumë. Atëherë, ndodhi pandemia. Kur ndodhi pandemia, une me shumë vështirësi mia, po jo më angazhoh shumë baki me unë. Unë njerëzë, një ndër vullnetar kryesorë në Kosovë, që kom një unë bashkë me Luan Hasanaj, u patëm angazhu atër, kanë qenë në odo vjetë tjerë, po unë mua më thonë atë periudhë, veç unë me një shok temin që ka një mu, tonë kojëm, kon lëvizje me vetur, ja kom pas shumë edhe pe Ministrisë Punëve të Brendshme, edhe kom vëzit, kom një mu njerëz në nësop. Ndret, këtë vendim e morë, për shkak se ti ishe në këtë gjendje, edhe e ke kuptu që ndoshta a mendon që si popull nuk bojmë edhe atë shumë për persona me nevojat veçanta? Jo nuk bëjmë. Jo nuk bëjmë. Kjo edhe në kone arsyeja dhe vazhdon me kone një kauze jemja që njerëz nuk duhet me këshyrë veç për përfitime të veta. Njerëz duhet me një mu, njerëz duhet me nuk mund është dhe më shku mbake, që unë veç të epi një shemull. Shkon është adekuat vene i vetura për karroc, e gjonë njëri normal. Pse? Pse prej ta në vlo më shku më jetës. Pa jo për lojën, pse me prej duba, a i me të gjusht të nëzirë karrocën në vlo, t'i për janë za vend. E vërtet është. Ku për do më shku? Ku për do më shku këj popull? Se shkon kërkon kështu, nuk mundëm na. E ndret, po shofim edhe këtë foto duke shpërnda ndihma për familjet cilat ka nevoj. Ku ka qenë kjo? Kjo është në pej, kjo është graniti. Sa të muna në stopin një maj i gjinat ideali, kjo është me sindron danë. Ta është i registrum një shoqat jeta pavarur atje në vetëm me ISP, edhe atje vëlla, me thonë drejtën, ka shumë persona që i kanë më në shoqat që ndrenditor që është, sa herë muj me donator ushqim, ju qojmë, biles të shumë do në 30 ore patëm një organizime atje, familjet një mëj në stop. Kështu pëthuj se vazhdimisht. Sot kam përkra njerëzit në këtë udhtim që Ta përtho drejt njerëz nuk kam përkra shumë. Kam përkra shumë edhe jo mirë njës shumë pasha zotë me thonë drejt pa një është mirë. Edhe është pyet jo burë që besimi bakje. Unë jam person që nashta e kom pas një shpreje, unë nashta sikur më dhe thonë sikur qeni, më dhe thonë ku po kërpuk, për mos me shpenzu me hargju barën e ujë se më dhimet. Hisht nuk kom qef unë e parë e huj me shpenzu se e di që s'ja share në kurras. Unë i kom pas bake në familje, i kom pas punë të në herë, mirë kështu për jetes, nuk kom pas kes, kështu që mu kjo pjesa e ndimes, nuk ka bo, nuk kom dash me hi me përfitu për viti. Ko mujt, me thonë drejten, ko mujt 100 herë, jo veç një bës që baj. Unë vetë jam asi tipi që jam i përkushtum
Unë a din çka du për jetë. Vesh mos me pas të loshe edhe qëta fëmijë me pas një tarë më të mirë. Edhe mi rrejti kur shkrojnë djallit tam nesër, qikës të mi thonë, që ka filionit ja, hajde se baba e të ka bu qështu, hajde se unë e të një maj ty. Unë veç ta du me dhonë një shemë të mirë. Po një kësështë, po kom dëshirë, edhe kom pas të në herë, më ka dhonë zot ide që tu, falimderit edhe bitë pojnë sot, me dhonë një shemë të mirë edhe të njerë se janë të thymë, janë të ramë të presion, se unë e baki, përveç se pune pas një përfitim. Po e video, nën stop për me i motivu njerës. So që njerës vinë më thonë, ma qelë dhe thotë, veç e edhe me të po 5 minuta se jënë të opi një kove, thotë, në lokal, thotë, veç 5 minuta me të po, se këtë shumë jepë motiv për jetë, se s'po muj me po më vjeshti, po kom të lashë, po kom të im, të po një veç si me motiv këtë sho, edhe për këtë arsye. Sa po gjenë ko të njëjtën ko duke marrë parasysh edhe gjendjen, edhe gjithë kohën jenë teren duke i ndihmu njerëzit për një organizim t'il, vazhdimisht duhen takime me njerëz të cilët dojnë me të përkra, pastaj edhe mi zgjedh familjet. Sa e ki vështirë për me ranë kontakt, apo tash njerëzit vetëm të njohin edhe të shkruajnë direkt? Po, tash veç po më njohin edhe më shkruajnë, vazhdimisht më shkruajnë tash. Nësë munda më thonë pa ndërprejsh, me qelë për shembull një Facebookin. Të unë veç shkrem ki, nën stop. A mendon që në këto raste ka dhe disa njerëz që ndoshta kërkojnë ndihmë pa pas ndihmë? E vërtet. Kur jem këtu, para sa kohë kemi pas një musafir në studio që kemi bërë thirrje për ndihmë, por realisht pasi që është shfaq emisioni, ne kemi pa që musafiri qëndron shumë mirë financiarisht, edhe realisht për smundjen cilën ka treguar ka qenë ashtu. Po nuk është se nuk ka pas për me ble terapia, po për më ushqy, edhe beso që ka step kjo që ndoshta me pas persona t'il për thirrje për me ndihmu, për shkak se një farë forme edhe ne si moderator po bim edhe keq të opinioni duke bërë thirrje për persona ndoshta që na gënjejnë thjesht. E pa tash që kjo është më kje, për shembull po bjerë ras i një personi që kuraj, një tjetër edhe njerëz nuk po të besojnë. Edhe më vjen shumë keq pas rastit, më kanë shku shumë njerëz cilë dojnë me ardhë në emision, po një farë forme me bo thirrje për ndihmë. Është shumë keq për shkak se emisioni është vetëm rrëfim jete, nuk është emision humanitar që ndihmon njerëzit, po pavarësisht një person, sikurse ti që po tregon për organizatën tuaj që ndihmon persona me nevoja të veçanta, atëherë njerëzit e shohin emisionin dhe kontaktojnë direkt, kontaktojnë ty ata që dojnë me ndihmu, po për ndryshe nëse ne po bëjmë një emision për me bë thirrje për persona të caktuar, ndoshta edhe keq, po ka raste që ndoshta edhe po keq përdoren mjete edhe po bim keq edhe ne si moderator në emision. Shumë ka raste në zoves, jo veçaj, po janë shumë tjerë bake, për jetë por, po e thëmë që se ku pas një, se ku më thonë asë një më por, unë personalisht e kom përfundu masterin me në zvend financë, me nishin probleme, edhe unë vetë kërkoj me punu dhe vazhdimisht të angazhona punu. Përveç soj, besoj që i jaftë me punu një punë administrative. Se tash me thonë drejt, vesh diska, po du më thonë drejt. As ku mujt unë personalisht me fitu prej njerëzve, po bre burë, po situatën e ku pas karroc, po, pa mujt me puni u më angazhu, po. Ta na ku mujt mi thonë njerët o burën ka vim për veti, po se ku mbo burë, pse tash kur une angazhona, me puni u angazhona për me si thonë më konë me bo një jetë pavarën, pse mërë vëllani nuk bëne edhe tjetër e tjetër. Pse du me do me lypë. E kuptoj. Endret, po kthehem sërish te operimi. Operimi, thuaj se një operim i dështum. Ke kërku të drejtën tone
Me qenë se ka qenë një operim i dështum në Kroaci, edhe ke kërku si dëm shpërblim, pavarësisht po them që sa dush mjete me qenë, kur gjendja është... drejt, sa dush mjete me, ku mbadi jo është veç. Mbadi jo është, kom kërku po, falë që kur po mi këtë në qëto pak, kujtimi e kom pak vështirë. Se unë e zakonisht nuk prejt në shumë, po kur shkom mendja atje, që shëm ko ma herët, kesh. E prejtoj fort kesh. Edhe po kom kërku, po tash kjo po shkoj për mes ambasadave. Tash landa, ku po kaloj kemi 10 vjetë, jetërsohet. Po, tash unë e 10 vjetë, në kalu 10 vjetë, 2-3 orë po më doke që është të dishka kun, edhe po nuk u marë për pas fort. Ora e landë, me qenë se mjeku e ka pranu gabimi që ka bo, me e-maila me këto zyrtare kam, tash jam të tentu një mënyrë tjetër, po veç sa do të mundë me u afru. Ai mjeku ishtë dalë tash pension. Endret, po na intereson, me qenë se kita është edhe organizatën tane edhe vetë një farforme je në shkamin e atyne cilët kanë nevojë, sikurse ti, çka kështë bu ndryshe për persona me nevojat veçanta, sidomos për persona cilët janë në karrocë. A mendoni që vendi jonë bën mjaft për persona të tillë, edhe a ka hapësirat mjaftueshme për persona të tillë, edhe si trajtohen sipas teje? Po jo me të thonë drejt pak, hiç. Shumë pak. Është që na edhe jetoj kesh, edhe tarë në mërë bukur s'kanë mirë. S'kanë mirë në vetë, pensionin që kom, nëjse për moshti me eftushëm se për në bashkëshortja është ba se di njërës që toj kesh, në mundoj po veç me i paramendu edhe në heket ajo ve i mande, po në që i shqore rastet është kesh. As ki trotuar o burë s'ki trotuar ku me hyp me karrosi, s'ki vand, s'ki kur farë pësine, do pësina në shembo në Prishtinë, s'ka pësin, s'ka objekte, ta shfredzuen të në objekte, unë e di për shamë qendra hendikosit që është në Prishtinë. Ajo, veç shfredzim është, veç shfredzim i parës projekte, s'ka. Ka e qendra duhet më këthy qendrëm ditore, mujore, javore, ata konë bakret që i marin du minimu person karrosë. Po së është ashtu unë më konë vetë atë, nuk është tisë. Duhet një person karrosë, duhet me idhonë motiv për jetë. Kur është të motivu ato, kur është edhe të iknosësh, po edhe aje se përjetimi është, që ka përjeton momentin. Me kuptu njëri tjetër. Unë e shoh vetë që më ka bu mu këj punë. Unë për shembull, vetë kom të lashe, po kur shkoj e shoh një person në karrosë ose me një lloj smundje që o linda ashtu, edhe e këzoj. Atë në shoknosë që shpirti, se pesonti, edhe pse ato ndima, nështë mu mi ka, ato parë mi ka dhonë për shembull, bakia penzojmë shembull, mi ka dhonë për me ndimu, dikon për mu janë, kënaqësi e madhe. E kuptoj, po prej momenti që ka ndryshu gjendja jote dhe ke mbetë në karrocë, njerëzit a tu kanë ofru më shumë apo tu kanë largu më shumë? U do më të thonë, ka dhe që mu kanë ofru, po ka dhe që mu kanë largu. A ki ndo një rast që ndoshta nga dikush nuk ke prit diçka shumë ma shumë, ke pas një pritshmëri shumë atë madhe dhe ai person është largu? Kom shumë raste, tash me emna me ju, po njerë të regon veç vetën që fa është. Kom njerës që njerë një ku më kanë thirë, më kanë një ku mos nëj nuk më ka thirë,
Kam njerës që më kanë premtu ndihma, që më kanë dhënë fjalë, kam njerës që më kanë premtu një projekt 2 që unë ndoshta edhe jem rrejt aty, edhe më ka dështu, e kështu jem konë zhgënim disa raste, po këto më ka bo bakevis më të fort. Se unë tash nuk kam problem hes, a më thiri, a më tha, a më boni, më nuk kam problem. Unë kam se ves sta 2 fëmijë, mi pa mirë, edhe babë sa më s'fishku dikur të dera, mi thonë, djali të ishtë njëri kesë, e boni këtë punë të kese, po ke unë jam e knjasu me shlo. Ashtu është, për shofim këto një foto? Kjo është djali. Ti ke një vajzë edhe një djalë, Po. me cilin është lidhshmëria më e madhe? Nashta me vajzën, edhe djalin, po kjo ma i vogël, pak vesh me vajzën. Gjithmonë është lidhshmëria më e madhe me vajzën. Me vajzën me thot drejt qërë tërbaki. Se apet më qite prej. S'po më jasme. Kërkojmë gjese, ndoshta... Deshta me tregu me djallë, e kom mandur është që për shembull djali është, Zoti ka kriju që ashtu, edhe vajzën edhe djalin, po djalin e ka kriju më konë më i forta. E tash, vajzën kur e shot urrit, e përjetën e keq. Se nështë ta dishin më vetë të caktumës, nuk më i me kone ofërsoj. Ndret, dosh me qenë shumë i fort, je një baba i shkëlqyshëm, je forcë për ta. Kështu që peshofim tani edhe vajzën, vajza dhe të kanë gja. Ndoshta kjo është lidhshmëria, se edhe kur gjon vajza është ajo lidhshmëria, se edhe vajza ime më gjon një lidhshmëri më të madhe, me thotë se sa me 2 djemë. Ja. Po unë e gjim pakesha. E shef edhe në foto, ishte foto me djalin ku po pije kafe edhe djali ishte i ullën aty, e shef që vajza qenë gjithmonë ma afër qëndrojnë, më shumë i japin dashni. Unë e di që edhe kjo shpinë një është e bretën këtë situatë me po. Më bukur shumë mund të kjo punë. Se dohet me të mundu, e kuptojmë që është e vështirë, po është një diçka që ndodh, edhe është një diçka që ti ki një familje, ti ki dy yje, që gjithçka pasunia me e madhe një jetë janë fëmija. Unë e kam një përëndjen të mirë që kanë më botë harit. E di që si që i ka si djali kanë më mësu bëj me shumë, edhe janë të mësu. Edhe kanë me mujt me më rejnë shumë më shumë njëtë, se përvoja bake i ban pak të punë. Unë e di që për mes situatë sfidave që i kom pas njëtë, kam i bo shumë fort ta edhe kanë me pas një talë me më të mirë. Se unë jam të tentu vazhdimisht me ja ofru, po nashta nuk më me ofru patarme, se nuk është që si një prend që mund me konë punëtor, mund me konë i Zoti, nuk është si një prend në karroc, është pak më dhe në situata, po unë jam të thasho ma herë, jam të marë ciliza staminale në Turki, ato më kanë imu shumë paket, gjendën e kom shumë më mirë që ku pas probleme në toja me
me nerva, se mu shkoj tash me ato mi kanë shërgu bukur shumë. Nuk është të thonë vetëm ecja me qenë. është komunikimi, është janë do gjona tjera që të unë kanë ndiku pozitivisht, nervat nuk janë hala funksionali edhe po mdju me një munges në të ecja, po më pegon shumë. Se bosh t'i kurrizor, o koni nështë hajten të shumë edhe nuk ka rrit me mu këthy normal hala. E kështu që i duhet me pas terapi ma shumë e gjona tjera. Endret, na po shofim që gjithë kohën fotot, videot cilat po shfaqen e pikrisht këtu janë edhe karrocat, vazhdimisht shpërndan karroca që është një diçka shumë e vlerë që ka mungesë në Kosovë, edhe besa janë edhe të kushtueshme se kom pa që ka karroca me rrymë, edhe sa po arrin me grumbullu mjete për me ble karroca, apo po ka ndonjë fond nga jashtë? Jo, më thonë drejt baki, s'kom siguru fonde për jashtë jala. Unë angazhona vetëm me raste, për shembull. Ka nevojë dikur një karrocë, i mbledh pak aty, edhe ja bëj. Po këto karroca me rrymë po kushtojnë shtrejt po kushtojnë, e o problem që unë vetë sot i kom dhonë 2 me rrymë. Edhe pak ma ertuar këtu më thirë njënë dhe burë tha, e ndret, ma po tha një karrocë me rrymë, bilet den ka tonë, tha me talë me pi, tha një kafe të shka, tha se jo me jetë pshele burve i sprena. Tash, këto raste më prejki mu, se unë me njëherë jam tip që prejkja, edhe me njëherë e di që është që është të qoha, se kur gjumë është një nuk ka që me najnë mërë, edhe e di që është të kese kjo punë, edhe shkoj me njëherë angazhona me japozë këdhen. Tash, sot dje në fakt, dje, më ka ardhë edhe një kamion prej Zvistra, kanë qenë 2 krevot elektrik, 2 mashina pastrimit, tenve edhe një tjetër 112 pako me tesha, me këpuc, veshe, veshbati dërshme për drejtën në parfmi, lodra. Kush i ka sjell ato? Përmes fondacionit, shoqata papëqartë që në Zvicër, i ka përru të une, edhe në terminal të kanë një ora të kanë një ferizaj përmes fondacionit. 100 pako janë dhonë në kërështë Koziljanit, edhe tjera t'i kom marrë mund të shumë në të që shi shpendoj, po janë edhe 12 karroca, 10 a 12 karroca nuk e di sakt, janë rollator për të më shumë, edhe për ata që ecin, po nuk më shumë, edhe karroca me varët personi ose çfarë zende e ka. Kështu, po për mu po vështirë bake, shumë e vështirë, po do me angazhu djemë të rije. Pesa njëna, bashortja, po duhet më angazhu baba, mi marë, kreti ljonë shpe. Se nuk më do këtë më nëjë maja punë, po më bjen kes pak pëjtyne që do të me shtinë kësi punë, që nështë ata që kanë dorës këtë punë. është normali që kush ka obligim të vetë a jetën e vetë, po unë i angazhoj, për mirë, i angazhoj kom qef me bo mirë. Sa të kom mundësi, kom me ju bo njërë. Po ka kërkesat mdoja për karroca? Shumë. Unë nuk e di asë që a bo njërë, me të asë kujnë qojnë. Unë më në krejt 2 jenë, më thonë të mu, ja ke thonë filionit, më thira për në telefon mas një kohë, ma lyp tjetërën, e veti ku e leja, ke pas më këthy, sti, jo më presh jo, nuk dhja s'ka bojnë me të vojnë. Pa atëherë ndoshta kishte qenë ma mirë, po është pak sa problem se me bo një lloj hulumtimi, se ndoshta edhe dikush mundet me keq përdor? Ja, është të vërtet, e di që i keq përdor, edhe se ka probleme, dhe në fund,
Qka mund të thonë, mu këthi me dvokarve të thonë, pa i ka bo vetë, pa jo, Allah, që ka bo vetë po i ke bo tje, pse i bo? Pse pa i banë pjallën tjetërit? Une e kom leo derën tapën në gjysë një është me marrë të dera jem që më ka do një shënherë, vesh për më pasin se pa ja bojë zhjithë një këtë. I kom do në karroca, i kanë marrë, s'pikë në thyjes ma. Mu më ka lyjë për shemull, një krevat elektrik, që vesh një shemull, 1700 euro, një krevat i ri, që muna me thonë, a spitali Amerikan, asë i modeli muna me spi pas, ma ka lyjë për një periodë 6 muaj, kur mos më ka thënë. Kur. Ke kontaktu me person? Po, pa dhe jo, hesh kontaktu sa dush, s'me jenë ma të s'kom ko. E kom do në karrocën një përjokedia ka lyjë për gjyshen, a për dikon të vetin familjarë, fush Kosovë, e kom donë. Vesh si në rast, po du me ta përën, mas një kohë, më ka thonë, jo thënë drejt, ajo i ka ndroj jetë, i kom thonë, këthena e karrocën, i kom pasë shumë me numra, këthena e se po na vi për në rast, ma tjetër, ne e pastrojnë vetë krejt. Jo, më ka thonë, e kom katon, në qitoj e metë, mas një kohë, jo me inë me rjep, me lypë, e kom pa në shqitje. Edhe i kom thonë, pëse vrapi, e kom shkru, që është bërë më si punë, po që ka problem se jemi vetë njërës që mos për njosa. E unë nuk jem ashtu. Unë ja di njërit, nashta edhe derën e kerët ku ma mon, unë e i falenderoj. Se pa prek, pa u lëndu, pa pikni në punëve, fështirë i me kuptu. Po me gjithat të lumt, ti ke forcë, ke marrë forcën pavarësisht sfidave që ke kalu edhe po kalon, ti vazhdimisht ndihmon njerëzit edhe ndoshta pa i bo 2-3 pyetje më shumë ju dhuron karroca, se me të vërtet është një ngarkesë kur gjithkohën je duke shkru me persona cilët dojnë me dhuru karroca, pastaj persona cilët dohesh ti mi ju dhuru atyne, kështu që të lumt për gjithë punën cilën e bën edhe mos u dorëzo asnjëherë. Faleminderit shumë. Unë përveç soj bake që ju një mëj familje edhe në festat Bajramit, festat fund vitit, krejt fëmin, për shumë në vërë shkolla drejta që kom po në komunë, në shkolla, kom dërgu dhërata fëmijëve. Po përveç saj kom dërgu fëmijë me leukemi që ke organizata ku kanë fëmijë me sindrom me aftësi të kufizume e tjerë. E këtu po e shoh që po prezenton një fotografi me Elvisin. Këtu në Belek. Kjo është Sulejman Ramani, është përfaqësues i Elvisit, i shoqatës jetima për Kosovë. Dhe këtu e kemi ndërtu ke shpinë masë, që unë e kom qenë të një mu këta familjen me jetima Belek. Edhe më ka thirë syre, më ka thonë në drejtë, tha, gjëni familjen të ti, tha, edhe që të tjuvin, ku ti një mund, tha, edhe ja bujmë një shpi, edhe këta i kanë kryu pagesat. Unë e marrë pjesën tjetër, edhe e familje është mjeton tash. Aty është dalë për jasoj pjesë, unë të jetu, është të jetu mirë se unë kesh të jetu. Kom dërhy edhe rrasë tjera në Deçan, për mes Halinit, sa ku mujtë. Do të thotë që ke bashkëpunim edhe me Elvis Naqin edhe Halil Kastratin. Sot më me Halilin pak, me Elvisin për mes syllës kemi më shumë. Elvisi për mes fondacionit Firdos që ka shqiptar për shqiptar.
Sa të ka ra me nejtë? Më ka një mu dhe me rastet mija. Të ka ra me nejtë shumë? Më ka ra 2-3 herë këmë najtë me ta. 2-3 herë, është një shumë mirë. Mu për veti, mu ka përgjithë sarë që ku pas të ujë me përfonde për trajtim temin, me brenda mundësive mu ka përgjithë darë. E drejt me qenë se jemi në minutazhën e fundit të emisionit dhe ne jetojmë në këtë vend, e dim se sa bëhet për persona me aftësi të kufizuar, edhe shpeshherë nga njëherë edhe ju pamundsohet për mu fut një lokal, për me nda momente të mira me mesht, apo si që cek edhe ti më parë, nga njëherë me njerëzit të cilët janë me qatë gjendje, që janë keq emocionalisht edhe ndoshta dy persona kur janë të njëjtë kuptohen më mirë. A ke mendu ndonjëherë pse mos të hapet një objekt apo një lokal që tjetë, domethënë, pikrisht për persona me nevojat veçanta apo me aftësi të kufizum, si ti quaj, që me pas çdo ditë me dalë aty, ndoshta edhe me qenë kafe apo çaj, po me një çmim shumë simbolik, po me pas mundësi edhe pse jo edhe ne më ju vizitu edhe ndoshta se cilin mundësi të veta, një 5 euro, një 10 euro, një 20 euro, ma merr mendja që është mirë, prandaj është edhe ai takimi, ai komunikimi direkt me qytetarët edhe gjitha ato hallet, brengat, t'i ndani së bashku. Me të vërtet, ma merr mendja që ja vlen shumë, se po shpërndan karroca, e kuptojmë, po është një zgjedhje, po atëherë ku me shku me karrocë? Pi pa mundsohet me hyrë ndoshta një lokal që ai dëshiron, po kështu kur të bëhet nga fillimi një lloj objekte apo një lloj lokale për persona me nevojat veçanta, ndoshta kishte qenë një diçka e mirë? Po pëlqen shumë si ide, në fakt, unë për herë por, po thëmë që kam një angazhim bashkë për këtë punë. Jam bukur të tentu me gjetë njerëz, jam të provu, në fakt e kom si ide bukur moti këto, edhe pse idejat kanë tentu 2-3 edhe aty ndës janë në garën komunale ku e fut. Diçka që ka qenë ide imja, dikush e ka fol edhe kanë tentu me ato me bu një lloj qasje. Jo, këtë ide inshallah veç e merr, dikush s'është problem, se do të mi qëndru mrapa. Inshallah kanë mundësi me bu. Se nëse nuk e bën ti, dikush e bën edhe të paktën e shijon. Është të vërtet, kur gjo më mundsojnë mu me konë me ofër njerëzve, njëra ndryshme, po jom të menu në komunë atje në decante na, në rast që gjejtë donator ose përmes projekteve mërë, jom të menu me pasni, me bo një objekt, është pak i kushtueshëm si objekt, po në të ardhmen jom të bu përpjekje shumë mos me konë veç për persona karroc, po me konë një qëndrim ditur edhe për autizëm, edhe për persona, një pjesë me konë edhe për persona matë më shumë që janë, e jo veç me konë, të më thonë me konë me endamën 3 pjesë objekti. Pastaj kishte qenë diçka dhe më mirë të plotsojmë këto, me qenë se po më duket një lloj si ideje për bashkë, se cili person, dikush pikturon, dikush shkruan, se cili me pas një lloj të hapësirës të vetë, se cili me ekspozue idet e veta, se jo. Që ato... Si lloj ateleje me qenë. Që ato po du me bo... Inshallah ma mundëson e lumë i Zot, me bo edhe inshallah po du me thonë nuk më delë shpirët për e bo bursës. Kom që fort me bo shumë knatësi kishte qenë. S'ka pas rëndësi, as nuk ka pas një rëndësi. Kush e bën? Rëndësi ka me konë që njerëzve ka me një mu, edhe që ta njerëz që kanë me arrit me bo, unë po të thomë me plët goj, po të thomë që kam jo shpërbly, jo njëherë, po 100.000 hera shumë breza mas ti kanë me të rëshiguat për lloj ndihme që ka po. Me të mirë o fjalla. Se
nuk e besojnë çfarë lehtësimi është i për njerëz. Na e kuptojmë që tornat financiare janë të mira, një karrocë është e mirë, po nga një herë, një komunikim, një muhabet i mirë, sikurse ne sot që po zhvillojmë këtë emision, besoj që është një kënaqësi vete që ndoshta edhe të vjetrit të thoj një fjalë nuk shpaguhet me asgjë. Vallahi sa hi është. Fjalët e mira e mohojnë njerin, por vallahi tek po se thojmë në konë të deho burë, ti më shku me i folë. Fjalët mira, o burë se qështu. Në është ta bashkë të ra quat. Shko t'i thuj një njëri normal që tash bëjnë shpinë, jo ashtu, jo kështu, jo banjo, s'banjo, dështim e ki. E thënë njërin, kom, ajo nëse i folë negativisht një person, si të mas karroz, për qa kemi thonë një karroz për burë, ti s'monësh, se kuptoj ti, ma mirë me motivu, mi dhonë shpresë për jetë, për sa me ofendu mi e thonë e fjallë. Ja, në është ta e fjallë të kushtan ti nuk e din ku po e në zhënë, por. E ndret të falenderoj nga zemra që ke ardhë nga Deçani edhe na ke nderu edhe këtë rrëfim tuaj të veçantë që ndave me neve këtu në studio dhe me shikuesit tanë. Me të vërtet ke nda emocionet veçanta edhe një rrëfim që do t'jetë motiv për njerëzit të tillë, e sidomos për njerëzit të cilët janë në karrocë. Edhe njëherë falenderit e ty Zotit shpërbleft për forcën që nuk dorëzohesh asnjëherë, edhe ndihmon edhe personat si me gjana ushqimore, si me karroca, e shpresojmë që së shpejti edhe me një objekt tillë që e ceko më parë, që patjetër kisha pas dëshirë që t'jem prezent nëse realizohet një projekt i tillë. Edhe më ke shtitani më ardhë dhe edhe në Deçan njëherë njaftë më ardhë me pi kafe, edhe me nejt me kash njerëzit mirë si që jeni ju këtu në studio. Po mirë se vjen. Gjithmonë e ki derën e hapëm të në në pjesë të qonë që jemi shështohën për njerëz. Vesh mirë se vjen. Falenderit edhe njërë për te shumë falenderit për këtë emision ka të mirë, unë për të ndrejt nuk e majnë madhë kur e ku pas një emision më të mirë, ose nxeshëm se kjo ishte kënaqësi e madhe, inshallah Zotit runë familjarisht, shumë falenderit e mirëpafshim gjithmonë për të mirë. Faleminderit, të dëshirojmë sukses edhe më tutje në projektet tua. Të dashur shikues, këto kemi përmbyllur emisionin Rrëfim Jete për sonte, duke shpresuar që keni kaluar qasje të këndshme. Të gjithë ju të cilët keni rrëfim të veçantë, mund të na shkruani në rrjetet tona sociale dhe rrëfimin tuaj ta ndani këtu me ne dhe me shikuesit tanë. Deri në takimin tonë të radhës, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.